Është historia e Sierra Bradway, një vajzë që humbi heroin e saj shumë herët, por që zbuloi se nuk ishte kurrë e vetme në rrugëtimin e saj. Një pamje e papritur në Vareza. Kur Sierra Bradway, vajza një oficere policie të rënë në krye të detyrës, u nis drejt Varezave atë pasdite, ajo priste vetëm heshtje dhe një moment privat me baban e saj. Ishte një ditë e rëndësishme për të, dita e mbrëmjes së saj të maturës. Si çdo adoleshente, ajo kishte kaluar muaj të tërë duke u përgatitur, duke zgjedhur fustanin e përsosur dhe duke imagjinuar se si do të ishte kjo festë e madhe. Por, ndryshe nga shoqet e saj, Sierra ndjente një bërshllëk të madh në zemër. Baba i saj, njeriu që duhet ta shoqëronte dhe ta shinte me krenarin, nuk ishte më aty. Sapo makina e saj hyri në varezat Crown Hill, Sierra vuri re diçka që e la pa frymë. Në vend të qetësisë së zakonshme që mbizotëronte në atë vend të shenjtë, ajo pa një turm të madhe njerëzish të mbledhur rreth gurit të varrit të babait të saj. Zemra filloi të rrinte me shpejtësi. Ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë se do t'i duhet të ndalonte dhe të përballej me një skenë kaq të pazakontë përpara se të arrinte te vendpreja e tij. Ndërsa afrohej, u bë qartë se kjo vizitë nuk do të shkonte as pak sipas planit të saj të thjeshtë. Ajo ishte e tronditur, pa e ditur ende se ky moment do të kthehej në një nga kujtimet më të çmuara të jetës së saj. Heroi i Indianapolisit. Për të kuptuar peshën e këtij momenti, duhet të kthehemi pas në kohë te patriarku i familjes Broadway. Rod Bradway nuk ishte thjesht një emër në një gur vari. Ai ishte një oficer policie i përkushtuar në Indianapolis, Indiana. Rod ishte lloj njeriu që shinte punën e tij jo vetëm si një profesion, por si një thirrje për të shërbyer komunitetit. Gruaja e tij, Jane, punonte si paramedike, duke krijuar kështu një familje të ndërtuar mbi themelet e shërbimit ndaj të tjerëve. Ata kishin 2 fëmijë, Sierra dhe vëllain e saj, Jonathan. Jeta e tyre u përmbys përgjithmonë në shtator të vitit 2013. Ishte rreth orës 2 të mëngjesit kur Rod dhe një oficer tjetër ju përgjigjen një thirrje për prishje të rendit në një ndërtesë banimi. Kur arritën në vend ngjarje, ata dëgjuan ulërimat e tmerrshme të një gruaje që vinin nga brenda një apartamenti. Një burr po e mbante atë peng në kërcënimin e armës për orë të tëra. Brenda ndodhej dhe vajza e saj, vetëm 10 muajshe. Rod, duke shfaqur guximin që e karakterizonte gjithmonë, u përpoq të negocionte përmes derës. Megjithatë, duke kuptuar se jeta e gruas dhe foshnjës ishte në rrezik të menjëhershëm, ai mori vendimin për të ndërhyrë. Ai i goditi dorën me forcë për ta hapur, por sapo hyri në apartament, agresori drejtoi armën drejt tij dhe qelloi. Edhe pse Rod u plagos rënd, heroizmi i tij ju dha kohë dhe mundësi oficerëve të tjerë për të neutralizuar rrezikun dhe për të shpëtuar gruan me foshnjën e saj. Mjerisht, plaga ishte fatale. Rod Bradway ndërroi jetë në spitalin Wishart Memorial, duke lënë pas një familje të thyer, por një trashëgimi të përjetshme nderi. Ai ishte vetëm 41 vjeç. Jeta pas humbjes. Humbja e Rodit e transformoi familjen Bradway në mënyra që ishin sa të dukshme, aq edhe të padukshme. Jane, tashmë një vejushe një oficeri të rënë, u zotua se do të mbante gjallë kujtimin e heroit të saj. Në profilin e saj në Facebook ajo shkroi: "Duke jetuar jetën dhe duke ndëruar heroin tim. Çdo festë, çdo ditë lindje dhe çdo e martë e zakonshme mbante peshën e mungesës së tij." Megjithatë, ata refuzuan që pikëllimin t'i poshte. Jane u hodh me mishe me shpirt në punën e saj si paramedike, duke gjetur ngushëllim te ndihma që u jepte të tjerëve, ashtu siç kishte bërë bashkëshorti i saj. Sierra dhe Jonathan u rritën duke u bërë aleat më të fortë të njëri tjetrit. Ata mësuan të mbështeteshin te njëri tjetri në ditët më të errta, duke naviguar në një botë pa pranim fizike të babait të tyre, por gjithmonë duke ndjer frymën e tij mbrojtëse. 4 vite pas tragjedisë, në vitin 2017, Sierra kishte arritur një moment historik: mbrëmjen e maturës. Ajo donte që babai i saj të ishte pjesë e kësaj dite. Ajo ja tregoi planin e saj djalit me të cilin do të shkonte në festë, Brock Spade. Përpara se të shkonin në ballon e maturës, ajo donte të bënin një ndalesë të veçantë në varrezat Crown Hill. Ajo donte të bënte foto atje, e veshur me fustanin e saj të bukur,
pranë njeriut që do të kishte qenë më krenari për të. Një plan sekret i vëllezërve në uniformë. Ajo që Sierra nuk dinte ishte se Brooke Spade nuk ishte i vetmi që e dinte planin e saj. Nëna e Brookeut, Captain Spade, ishte pjesë e departamentit të sherifit në Marion County. Kur ajo dëgjoi për dëshirën e Sierrës, zemra e saj u prek thellë. Ajo e dinte se komuniteti i policisë është një familje e madhe ku asnjë fëmijë një oficeri të rënë nuk lihet kurrë pas. Captain Spade vuri në lëvizje një plan sekret. Ajo kontaktoi policinë metropolitane të Indianapolisit dhe disa agjenci të tjera ligjzbatuese. Ajo bëri një thirrje oficerëve. Sierra po shkon në maturë dhe ka nevojë që ne të jemi aty për të. Përgjigjja ishte menjëhershme dhe masive. Oficerët nga të gjitha anët u treguan të gatshëm të sakrifikonin kohën e tyre për të treguar se Rod Bradway nuk ishte harruar dhe se vajza e tij ishte dhe vajza e tyre. Sierra nuk ishte as më të vogël dyshim se çfarë po ndodhte prapas skenave. Kur dita e maturës erdhi, ajo u rregullua, veshi fustanin e saj elegant dhe hipi në makinën e saj të bardhë tip SUV, duke menduar se do të takonte vetëm fotografin dhe Broku në vareza. Surpriza që i preku të gjithë. Kur makina e Sierrës u afrua te hyrja e varrezave, e kuptoi menjëherë se diçka jashtëzakonshme po ndodhte. Në dy anët e rrugës që të çonte te varri, qëndronin dy oficer policie mbi kuaj, të palëvizur si monumente respekti. Ishte një pamje që të ngjallte një ndjenjë të thellë solemniteti. Brooke doli pari nga makina dhe me shumë gentilezi hapi derën Sierrës. Sapo ajo hodhi hapat e parë, ajo pa turmën. Nuk ishin thjesht njerëz, ishin dhjetra e dhjetra oficer policie, burra dhe gra në uniformë, të rreshtuar për ta nderuar atë. Sapo e pan Sierrën, një duar trokitje ngret shpërtheu në të gjithë zonën, duke u dëgjuar si një jehon dashurie në përhapësirën e qetë të varrezave. Oficerët ishin mbledhur pranë një memoriali kushtuar herojve të sigurisë publike. Atmosfera ishte një përzierje e rrallë me solemnitetin të vendit dhe ngrohtësisë së një familje. Sierra eci mes tyre, me lot në sy dhe një buzëqeshje mosbesimi. Ajo priste të ishte një moment i trisht vetmie, u kthye në një festë të madhe mbështetjeje. Fotot e asaj dite dolën të mrekullueshme, por ato kishin një vlerë që t'i kalonte anën estetike. Ato kapën esencën e asaj që do të thotë Via e Hall Blue. Në ato foto, Sierra nuk ishte vetëm. Ajo ishte rrethuar nga qindra baballar dhe xhaxhallar që ishin aty për t'i thënë se ishin krenar për të. Mesazhet e botës dhe trashëgimia e vazhdueshme. Lajmi për këtë surprizë u përhap si zjarri. Policia e Indianapolisit ndau fotot në Twitter dhe Facebook duke shkruar: "Ne e dim që baba yt po buzëqesh nga qielli. Dije se familja jote e IMPD-s do të jetë gjithmonë këtu për ty." Edhe shefi policisë Brian Roach shkroi një mesazh që preku zemrat e shumë njerëzve. Me një dozë humori babaxhan ai shkroi: "I nderuar që isha pjesë e maturës së Sierrës, siç do të thoshte vëllai ynë i rën oficer Rod Bradway, zotëri, e dua Sierrën në shtëpi para orës 21." Kjo fjali edhe pse thjesht, mbartte një peshë të madhe emocionale. Ajo tregonte se policia nuk e shinte Sierrën thjesht si një subjekt të një ceremonie, por si një person të cilin ata do ta mbronin dhe do ta vëzhgonin ashtu siç do të bënte babai i saj. Postimet ishin të mbushura me komente nga njerëz në mbar botën që u përlotën nga ky gjest i rrallë njerëzor. Sipas postimeve të asaj kohe, ajo ditë ishte një dallgë emocionesh. Pati të qeshura, pati lot, por mbi të gjitha, pati shumë dashuri. Ishte një moment shërimi për familjen Bradway dhe një moment reflektimi për të gjithë oficerët që çdo ditë rrezikojnë jetën e tyre, duke ditur se, nëse diçka u ndodh, familja e tyre e madhe në uniformë do të kujdeset për ata që lën pas. Tradita vazhdon. Sierra nuk u ndal me aq. Një vit më vonë, në vitin 2018, ajo u rikthye në varrezat Crown Hill për maturën e saj të radhës. Këtë herë, ajo veshi një fustan tjetër manitës dhe kërkoi të kishte një moment më të qetë. Ajo bëri foto përsëri pranë babait të saj, por këtë herë ishte një bisedë e heshtur dhe private mes një vajze dhe babait të saj hero.
Kjo histori na kujton se asnjë veprim heroik nuk shkon pa u vërejtur dhe se komuniteti është forca jonë më e madhe në kohë vështirësie. Sierra Bradway nuk është thjesht vajza e një oficeri të rënë. Ajo është një simbol i qëndrueshmërisë dhe një kujtese se dashuria nuk vdes kurrë. Ne shpesh mendojmë se kur humbim dikë të dashur, ata zhduken përgjithmonë nga momentet tona më të rëndësishme. Por Sierra na tregoi se ne mund t'i ftojmë ata të jenë pjesë e jetës sonë përmes kujtimit dhe nderimit. Kur ajo u shfaq në atë varrezë, ajo nuk gjeti vetëm oficer në uniformë. Ajo gjeti krahët e një komuniteti që i thoshte me heshtje: "Baba yt bëri sakrificën më të lartë dhe ne jemi këtu për të siguruar që ti të mos e ndjesh kurrë veten jetime në rrugëtimin tënd." Ky është mesazhi i vërtet për të gjithë ne. Nuk duhet të jemi oficer policie për të kuptuar se jemi përgjegjës për njëri tjetrin. Dashuria nuk mbaron te varri. Ajo vazhdon të jetojë te njerëzit që lëm pas, te miqtë që na qëndrojnë pranë në momentet tona më të brishta dhe te vlerat që u trashëgojnë fëmijëve tanë. Forca e Sierrës dhe guximi i Rod Bradway na mësojnë se edhe në errësirën më të thellë të humbjes, ne mund të zgjedhim të ndërtojmë ura mirënjohjeje në vend të mureve të pikëllimit. Prandaj, herën tjetër që do të ndjeni të vetmuar, ose sikur bota ju ka harruar, kujtojeni Sierrën dhe ata qindra oficerë që u rreshtuan për të. Kujtojeni se dikush po buzëqesh për ju nga lart, dhe se familja nuk kufizohet vetëm te gjaku, por shtrihet e çdo zemrës që zgjedh të jetë prezente kur ju keni më shumë nevojë. Heroizmi i vërtet nuk qëndron vetëm te ai që jep jetën, por edhe te ata që mblidhen për të mbajtur gjallë dritën e tij.